محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur se jeta e njeriu është e shtrejtë. Jeta e njeriu është e rëndësishme. Andaj si e tillë ka qëllim, nuk është kot, nuk është pa qëllim, nuk është një kaos që njeriu bartet nga puna në punë duke mos kuptuar lëvizjen e tij dhe duke mos arsyetuar fare angazhimin e tij. Jeta ka qëllim dhe ka krijues. Ai krijues i dha qëllimin e jetës. Krijuesi i jetës është Allahu Azza wa Jall dhe ai në Kur'an e përmend se qëllimi i krijimit është adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Adhurimi të ndërruazër është një koncept gjithëpërfshirës që nuk kufizohet vetëm me ritualet e caktuara që ne mund t'i kuptojmë si namazi, agjërimi e kështu me radhë, por tërë jeta jonë, nga fjalët, veprat, reagimet, lëvizjet, qëndrimet tona e kështu me radhë, të se janë në përputhje me kënaqësinë e Zotit xhallahu ala, janë në përputhje me mësimet e Allahu xhallahu ala, të gjitha këto bëhen adhurime. Madje edhe ato të rëndomta, të zakonshme të jetës sonë të përditshme. Largimi i besimtarit nga çdo e keqe, fjalë qoftë apo vepër, në emër të Zotit, për shkak se këtë ja ka kërkuar Zoti i tij, edhe kjo është adhurim. Prandaj ky adhurim gjithëpërfshirës bëhet ngjyrimi i besimtarit, diçka e pandashme prej tij, diçka që është e sinkronizuar në përputhje mes të brendshmës dhe të jashtëmës. Te besimtari nuk ka laramani, nuk ka lakim, por ka udhëzim të drejtë dhe ka ngjyrim të udhëzimit brenda dhe jashtë. Ka besim dhe ka nënshtrim. Ka besim, adhurim dhe sjellje dhe edukat e moral të mirë. Andaj adhurimi të ndërvëzër duhet të kuptohet për te i kufeve që përmenda më herët. Adhurimi është edhe realisht motiv për jetën, arsye për jetën dhe është organizim i jetës tonë. Besimtari në bazë të adhurimit e organizon jetën e tij. Fakti që tash ke ardhur me e fal xhuman e ke organizuar më herët se në ora 1 duhet të jesh në xhami. Kush e ka organizuar këtë agjendë të ditës sot, të ditës sate e ka organizuar adhurimi. Madje edhe raport me njerëzit, kë e ke të afërt, si duhet të sillesh me dikën, si duhet të reagosh, gjitha këtu në përputhje me udhëzimet e Allahu xhallahu ala përbëjnë adhurim. Andaj adhurimi është edhe një organizator i jetës, i qëndrimeve dhe raporteve tona me të tjerët. Adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala të ndërruazër, përveç që e organizon individin, e udhëzon, e formon, e ndërton, adhurimi ndaj Zotit xhallahu ala ndërton edhe familjen. Familja të ndërruazër është me vërtetë një strukturë shumë e rëndësishme, vendimtare për ndërtimin e shoqërisë. Ashtu si kur individi është i rëndësishëm për familjen, ashtu familja është e rëndësishme edhe për shoqërinë. Sot familja fatkeqësisht i ekspozohet goditjeve të shumta, rrezikeve të shumta, madje edhe prishjeve të shpeshta fatkeqësisht. Statistikat për shkurorizimet në Kosovë janë të tmerrshme, janë të frikshme. Po flas për ato të regjistruara, po flas për ato që janë të shënuara, e sa ka të tjera të paregjistruara që nuk i dihet, vetë Zoti i din. Prandaj kemi një rrezik për një çmendtim të familjes, për një shkatrim të familjes, si pasojë të ndërhyrjeve të shumta dhe faktorëve të ndryshëm të cilët realisht godasin edhe besimin, godasin edhe familjen. Si mund të shërbejmë ne përmes adhurimit që ta ruajmë familjen nga gjitha këto fushata famkeqe, nga gjitha këto ideologji antifamiljare, nga gjitha këto probleme që po
tronditin familjen, po shqetësojnë familjen, po shkaktojnë shumë probleme brenda familjes, konflikte mes anëtarëve të familjes. Adhurimin te Allahu xhallahu ala të ndërvozur në ndihmon që të rezistojmë gjitha këtyre fushatave dhe ideologjive famkeqe sikur që e përmenda. Si mund të jetë adhurimi i Allahu xhallahu ala, besimi dhe nështrimi, si mund të jenë të ndërvozur një garancë për ruajtjen e familjes? Mund të jetë nga shumë aspekte, mund të jetë nga shumë arsye. Një nga ato është fakti se shumë familje sot ndërtohen, shumë çifte lidhin kuror mes vete, po pa pas të qartë realisht qëllimin real të ndërtimit të familjes. Shpeshherë motivi i kësaj është një aventurë, një dashuri, një emocion momental e kështu me radhë. Ndërsa familja është rrugtim afatgjat, është bashkëpunim në ndërtim të caktuar, është bashkëpunim për realizimin e qëllimeve të caktuara. E kush na mëson qëllimin e jetës? Adhurimin te Allahu xhallahu ala, sikur që përmenda. Andaj adhurimi, sikur që na mëson qëllimin e jetës, na mëson edhe qëllimin e ndërtimit të familjes. Qëllimi i cili pastaj arrin të mbijeton të gjitha tronditjeve, lkundjeve të caktuara që natyrshëm mund të ndodhin mes bashkëshortëve, natyrshëm mund të ndodhin mes anëtarëve të familjes. Mirë po, fuqia e qëllimit, forca tërheqëse ka qëllimi madhor, bën që ata të ngriten mbi këto mospajtime, bën që ata të ngriten mbi këto telashe, ato të jenë të paskashme, të jenë diçka që mund të tronditin, por jo ta shkatrojnë dhe çmontojnë familjen. Prandaj duhet me ditë pse martohemi. Për te përmbush se nevojat caktuara e fsharake. Familja nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq. Prandaj duhet me ditë pse familja, pse fëmiu, pse gruaja, pse bashkëshorti, pyetjeve kaq të rëndësishme, ja përgjigje të kompletuar, të duhur, të arsyeshme, të pranueshme, vetëm adhurimin te Allahu Azza wa Jall. Pikërisht ashtu sikur që ja përgjigje jetës, ja përgjigje dhe familjes. Prandaj duhet kërkuar përgjigjet për familjen tek adhurimin te Allahu te barekuhu teala. Adhurimin te Allahu xhallahu ala të ndërtohet mbi dashuri, sikur që kemi përmendur. Prandaj dashuria sinqert, dashuria reale bën që familja të mbijeton, të lidhet e të fuqizohet edhe më tepër. Adhurimi na mëson se kemi obligime ndaj Allahut dhe kemi obligime karshi njëri tjetrit. Sot fatkeqësisht një nga arsyet pse vije deri tek problemet familje është ndërhyrja në kompetenca dhe mosnjohja e kompetencave të anëtarëve të familjes. Gruaja nuk i din kompetenca që i ka, ndërhyn në ato të burrit. Burri nuk i din ato që i takojnë nga obligime dhe rolet, ndërhyn të gruaja. Ka një konflikti, sikur të jetë një betejë për dominim, ndërsa adhurimi na mëson se jeta bashkëshortore nuk është betejë për dominim, nuk është luftë për pushtet, por është bashkëpunim, dhe është plotësim. Atë që e ka gruaja nuk mund ta ketë burri kurrë. Dhe atë që mund të ofron gruaja për jetën, nuk mund të ofron burri kur. Dhe atë që mund të ofron burri, nuk mund të bën gruaja kur. I ka nda Allahu rolet, i ka nda Allahu potencialet, mundësit, dhe i ka nda Allahu përgjithësit. Respektimi tërë kësaj që Allah e ka ndarë në emër të adhurimit dhe nështrimin dhe Allahu xhalla xhelalu, padyshim se garanton ndërtim të mirëfillt dhe funksional të familjes të nderuar vëllezër. Edhe në raport me fëmijët, kompetenca, detyrat e fëmijëve ka shi prindërve, por edhe të prindërve ka shi fëmijëve. Është një lëmsh fatkeqësisht që e ka turbullu pamjen dhe rrugtimin e sigurt të familjes drejt bregut të shpëtimit. Ku e gjem qartësinë e këtyre roleve dhe kompetencave? Detyra e prindit për të edukuar fëmijën në emër të Allahu xhallahu ala te i kalon obligimet materiale. Ai që Allahun e adhuron dhe e kupton edukim në fëmijë si adhurim te Allahu xhallahu ala, ai nuk mjaftohet me edukim vetëm përmes përmbushjes së kërkesave materiale. Absolutisht, për shkak se adhurimi te Allahu xhallahu ala e mëson besimtarin që të kujdeset për familjen materialisht, po e vërtetë është të kujdeset për ushqimeve, shëmbathje, arsimim të fëmijët e tij, por përtej këtij dimensioni e mëson adhurimin te Allahu xhallahu ala se adhurim është me mësu fëmijën tënë me besu Zotin, me adhuru Zotin xhalla xhelalu, të jetë mirënjohës, falënderues, të jetë i sinqert, të jetë i butë, të jetë i urtë, të jetë bashkëpunues, e shumë njësi tjera që realisht janë pjesë përbërëse e tërësisë dhe konceptit të quajtur adhurim.
O shpyt Aisha radiallahu ta'ala anha për moralin e pejgamberit alayhi sallam, si ishte formimi i tij, si ishte sjellja e tij. Çka tha Aisha radiallahu anha? Tha kana khuluquhu al-Quran. Pejgamberi sa ishte një Kur'an që ec. Lexo Kur'anin, do të gjesh pejgamberin alayhi salatu sallam. Në Kur'an ka besim, në Kur'an ka adhurim, po në Kur'an ka edhe sjellje, ka edukat, ka moral, ka shkollë, arsimim, gjitha këto janë në Kur'an. Prandaj Kur'ani na mëson adhurimin dhe në kuadrat e këtij adhurimi na mëson edukimin. Prandaj kemi nevojë që në emër të Allahu xhallahu ala ta marrim më seriozisht përgjegjësinë e edukimit të fëmijëve. Allahu xhallahu ala në Kur'an tha: "Ya ayyuhan nasu ku anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruani vetën e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Si me rujt familjen nga zjarri i xhenemit, si me rujt familjen nga dënimi në dunjë e në ahiret, duke mësuar, duke udhëzuar, duke këshilluar e porositë edukuar. Kjo është ajo që Kurani na mëson se kështu shpëtojmë. Prandaj, ai që e ka jetën adhurim, ai që e ka jetën bashkëtorë adhurim, ai që e ka edukimin adhurim, ai shkon përtej dimensione materiale dhe përmbushjes së kërkesave fsharake. Prandaj te kalimi i këtyre dimensioneve na bën të kompletuar, na bën të përmbushur. Për këtë arsye të ndërlozur, adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala është një garantues i suksesshëm, i qëndrueshëm dhe stabil, që garanton pasaj stabilitet edhe në familjet tona. Adhurimi na mëson qëllimin, na mëson kompetencat. Adhurimi na mëson edukimin që te i kalon dimensionin e aspektit material sikur që e përmenda. Të ndërlozur, adhurimi i sjell dobi tjera familjes. Çfarë dobi tjera i sjell adhurimi i familjes? Allahu xhallahu ala përmend se nga argumentet e ekzistimit të Allahut, nga argumentet e madhështisë së Allahu xhallahu ala, që këto argumente na thrasin të bindemi Allahut, na thrasin të adhurojmë Allahun xhallahu ala, nga këto argumente që na shpihen në adhurim është lidhja mes dy çifteve, dashnia mes tyre, qetësia shpirtërore, rahatia dhe preja që ata e gjejnë tek njëri tjetri. Prandaj Allahu xhallahu ala qetësi shpirtërore, rahatin bashkëtorë, lumturinë familjare, dashnin mes partnerëve dhe mes çifteve bashkëtorë dhe familjes përgjithësi e kanë të lidh me besimin në Allahun xhallahu xhelaluhu. Kjo është argument për këtë, nëse kjo i shërben kësajna. Prandaj adhurimi sjell qetësi, nga se besimtari me adhurim qetësohet, besimtari me adhurim shkarkohet, besimtari me adhurim lidhet me Allahun xhallahu ala, e kjo lidhje e bën të qetë, e bën të butë, e bën të mëshirshëm, e bën dashur, e bën të afërm, pikërisht vlera dhe cilësi që na duhen në raport me familjen tonë, në raport me njëri tjetrin të ndruar dhe besimtar. Prandaj ne duhet që t'i kthemi besimit te Allahu xhallahu ala si duhet, adhurimit si duhet, e përmes adhurimit pastaj edhe ta ndërtojmë e ruajmë familjen. Dhe për fund të ndërozur, nga shërbimet që adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala i bën familjes, e janë të shumta këto shërbime, janë të shumta këto mundësi që përmes adhurimit kontribuojnë për familjen, është edhe imunizimi i anëtarëve të familjes karshi ideologjive famkeqe dhe fushatave dashakeqe për rënimin e familjes. Adhurimi të ndërozur na jap imunitet mjaftueshëm që ti rezistojmë të gjitha mikrobeve, bakterieve, të rrezikshme, smundjeve ngjitse, jo në kuptim organik, po në kuptim mendor, në kuptim shpirtëror, kuptim moral, kuptim edukativ, që sot rrezikojnë familjen tonë. Sa ka bakterie të këtilla, sa ka smundje të ndryshme që rrezikojnë familjen, dhe si e tillë pastaj ajo mund të vdes, mund të shkatërrohet, mund të shkapërderë dhe çmontohet në përgjithësi përmes ndarjes, shkurorzimit apo përdorimit të dhunës që fatkeqësisht nuk është e rrallë sot në familjet tona. Adhurimi jep imunitet, qëndrueshmëri, që t'i rezistojmë gjitha këtyre bakterieve dhe smundjeve, ne jap shëndet shpirtëror, ne jap shëndet moral, ne jap shëndet mendor, që me këtë shëndet t'i rezistojmë smundjeve që shkatrojnë familjen. Sa ka smundje sot të ndërlozur që po shkatrojnë familjet? A nuk është individualizmi, a nuk është egoizmi një nga ato që po shkatrojnë familjen? Po, njeriu më shumë mendon për veten e tij, pastaj për tjerët. Një lloj individualizmi veçone, pavarësisht
vendimet e tij a përkthejnë dëm të prindërve apo jo, vendimet e tij a përkthejnë dëm të gruas së tij e familjes apo jo. Më rëndësi është qefi, teku, më rëndësi është epshi e kështu me radhë, individi e jo familja. Prandaj ky lloj mbyllje brenda vetvetes, ky egoizëm është smundje që fatkeqësisht po godet muret e familjeve tona. Pastaj edhe format e tjera të goditjes së familjes e që padyshim adhurimi na imunizon, na mundson që të jetojmë në mesin e bakterieve, në mesin e problemeve, jo të ikim nga ato. Por duke jetuar, mos të prekemi, mos të smuremi, nga se kemi imunitet mjaftueshëm përmes adhurimit që gjitha këto të i kalojmë. Nga se adhurimi me mësimet e tij, bindjen e Allahut xhallahu ala, porulën e Allahut xhallahu ala të ndërvozur, shëron zemrën, qetëson shpirtin, këndill mendjen e kështu me radhë, e gjitha këto duan për një familje të shëndosh e të qëndrueshme. Për këtë arsye të ndërvozur, pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjitha këto që përmenda unë, e shumë tja që mund t'i përmendim, i ka përmbledh me një fjalë shumë të shkurtër. Me një fjali shumë e shkurtër, por shumë të me thënë se dhe shumë përmbajtësore që me te dua me përmbyll pjesën e partë të kësaj hutbe. Çka tha Muhamedi alayhi salatu wasallam? Tha, khairukum li ahlihi. Më i miri në mes në jush, te kush më i miri? Te Allahu xhallahu ala. Më i shpërblyeri, më i devotshmi, më i ngrituri, më besimtari në mes në juaj është ai që është më i mirë dhe më i dobishmi për familjen e tij. Shikoni sa bukur e ka lidhin me Allahun xhallahu ala, raportin me Allahun xhallahu ala ka me shërbim dhe kontribut në raport me familjen. Andaj ai që don raporte të mira me Allahun, le të ketë raporte të mira me familjen. Ai që don mëshirë nga Allahu, le të përhap mëshirë tek familja e tij. Ai që don dashni nga Allahu xhallahu ala, le të përhap dashurinë në familjen e tij. Ai që don shpërblim tek Allahu xhallahu ala, le të mundohet, le të lodhet, le të angazhohet, le të përpjeket për kujdesin ndaj familjes së tij, në aspektin e mësimit, edukimit, udhëzimit, mbrojtjes, imunizimit e shumë të tjerave që sot për to kanë nevojë familjet tona. Allahu na rujt familjet tona, Allahu na rujt fëmijët tanë, rinin tanë, na mbrojt Allahu nga gjitha ideologjitë e fushatat dashakeqe, e famkeqe, e të rrezikshme që prishin rendin e familjeve tona, rënojnë traditën e kulturën e zakonin tonë në ndërtimin e familjes dhe respektin e dashninë e brendshme që e kemi kultivuar shekun me radhë. Allah na i fal gabimet tona e na uzot në rrugën e drejtë, andaj kërkoni falje nga Allahu xhalla xhelal nga sa i është falës. Dhe është mëshirues se kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të ndërvëzër, tërë që përmenda është e përkthyer me shembuj praktik të mrekullueshëm, shumë të afër dhe shumë të duhur nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Si ai e ndërlidhte adhurimin me ndërtimin e familjes, si ai e ndërlidhte besimin me mbrojtjen e familjes. Më lejoni që për këtë si dy shembuj shkurtimisht e të përfundojmë këtë hutbë. Një natë pejgamberi alayhi salatu wasallam u ngrit nga gjumi. U ngrit sikur të jetë i friksuar, sikur të jetë disi i trishtuar nga ajo që kishte parë në ëndrrën e tij. Ëndra e pejgamberit, ëndra e dërguar të Allahu xhallahu ala nuk është ëndër e zakonshme sikurse e jona, nuk është ankth, nuk është ndikim shejtani, por është diçka e vërtet reale që nuk ka dallim mes gjumit dhe realitetit. Ai pa në ëndër një zhvillim të rrezikshëm që pret me i godit njerëzit para ditës së gjykimit. E dini se para ditës së gjykimit ka zhvillime të tmerrshme, të frikshme për njerëzit, shkatrimet më në tokë që bën, na rujt Allahu prej tyre. Diçka nga këto pa në ëndër pejgamberi alayhi sallam, do më pa një rrezik, pa një problem që mund të ndodhte dhe pritet të ndodhte. U ngrit dhe së pari të ndërvozër kurin tua. Tha pejgamberi, ngrit në antarët e familjes, zgjohuni, e faluni, nga se rreziku i madh është duke na ardhur. Domthon, me çka realisht e imunizoj familjen, me çka e organizoj familjen që ta mbron nga rreziqet, nga problemet, me adhurim te Allahu xhallahu ala, me përkushtim. Këtu është fillimi, pastaj në hapat e tjera më të tjeshëm, me gjitha masat e ndërmarra për ta mbrojtur familjen. Mirë, po e lidhni me adhurim, ngrituni dhe faluni. Namazi, bindja në Allahun xhallahu ala, mbështetjen në Allahun te barekutaala e bën familjen të organizuar, e bën familjen të mbrojtur nga gjitha rreziqet e jashtme.
Prandaj ky është një shembull praktik si pejgamberi alayhis salam e mbronte familjen përmes adhurimit, përmes kthimit tek Allahu te bareke o taala. Dhe gjithë ndërlozë Muhamedi alayhi salatu wasalam sa vishin sezonat e frytshme të adhurimeve, sikurse për shembull 10 ditë e Ramazanit. E dini që në 10 net në fundit të Ramazan ne kemi një aktivitet më të ngjeshur, më të theksuar, më ndryshe, për shkak se jemi në kërkim të natës së Kadrit. Pejgamberi sa ngritej vetëm u fal, a mbyllej vetë në adhurim, apo bashkëpunonte me familjen e tij në adhurim. Kjo e dyta është e vërteta. Ai na mësonte se bashkëpunimi në adhurim kultivon bashkëpunimin edhe në fusha të tjera të jetës, nga se nuk ka familje pa bashkëpunim, nuk ka familje pa bashkëpunim, nuk ka. Nuk mund t'ja dalin vetë. Prandaj pejgamberi sa mësonte me bashkëpunim në adhurim, që kjo edukat e këtij bashkëpunimi në adhurim të shtrihet pastaj në të gjitha fushat e jetës. Ka në transmetimin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, dhe tjera transmetime se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vjen 80 ditë i fundit të Ramazanit, shtrëgon të ripin, në kuptim të asaj që tregon të seriozitet, por kushtohej maksimisht në adhurim, në çfarë bënte? I zgjon të anëtarët të familjes. Zgjohuni tash, më pak gjumë tash natën, të gjithë në adhurim, të gjithë në kthim ka Allahu xhallahu ala. Bashkëpunim. Dhe këtë bashkëpunim e kurrizojmë një hadith shumë inkurajues, ku tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, Allahu e mëshiroft, dëgjoni këtë hadith, të bashkëpunimit familjar që fillon nga adhurimi, pastaj shtrihen gjitha fushat e jetës. Muhamedi sallallahu tha, Allahu e mëshiroft një burr që ngritet natën me u fal dhe e zgjon gruan e tij që të falet bashkë me të. Allah e mëshiroft atë grua që zgjohet natën me u fal dhe e zgjon burrin e saj me u fal. Zgjimi për natën nuk është obligim, namazi natë është vullnetar, mirë bashkëpunimi i tyre ka t'i kalu edhe pragun e obligimeve. Ata që bashkëpunojmë edhe në punë vullnetare, në punë mira, çka të mërmenja për bashkëpunimin e tyre në punë obligative, për bashkëpunimin e tyre në punë për të mbrojt nga e keqja. Prandaj gratë e sahabeve, gratë e shokëve të pejgamberit e sam, kur burrat dilnin në punë në angazhime caktore u thonin, Zoti u adhosht marrën, fitofshi halal e mos na sillni haram të shtëpia. Gruaja bashkëpunonte që burri të fiton me djerës. Gruaja bashkëpunonte që burri të fiton si duhet, e jo të sjell haram, jo të mbush barkun e fëmijëve të haram, nga se mbushja e barkut haram hap mundësinë e shumë harameve tjera. Duke filluar nga mos respekti me njëri tjetrin, mungesa e vlerësimit dhe pastaj edhe shkatrimi më të tjeshëm. Gjitha këtu janë dëshmi shumë tjera të ndërozër, se përmes adhurimit, përmes besimit, e ruajmë familjen, e ruajmë gjenezën e shoqërisë, dhe rrëdhimisht nga kjo e ruajmë edhe familjen, shoqërinë, madje pastaj edhe vendin tonë. Allahu xhallahu ala na ruaj nga çdo e keqe. Allah na mëson që të ndërtojmë familje të shëndosha, të qëndrueshme, me bazën e besimit, adhurimit të Allahut azza wa jall, një familje që kontribon për shoqërinë, vendin në të gjitha fushat e jetës. Një familje që është shembull edhe i adhurimit, por edhe i raporteve të mira me të tjerët. Një familje që është vetë ndërtuar si duhet dhe kontribon pastaj në ndërtimin e të tjerëve. Një familje që është shembull i mirë edhe në raport me fëmijët që i ka afër vete. Allahu xhallahu ala i ruajt fëmijët tanë, rinin tanë nga çdo ideologji dashakeqe, shkatërruese, e cila realisht thret në shturje, thret në shkatrim, çdo thirrje të ndërozur që tenton të përhapet mesin tonë, për mos respekt ndaj prindërve, për mos respekt ndaj babës, për mos respekt ndaj nonës, çdo thirrje e cila anulon emrin e babë, çdo thirrje që anulon emrin e nonë, Zoti sukses kur mos i dhasht. Allahu na rrit për shirrjet tyne. Bëft Allah që emri i babë të jetë i përjetshëm sa të jemi gjallë, emri i nonë të jetë i përjetshëm sa të jemi gjallë, emri i familjes të jetë i përjetshëm sa të jemi gjallë, ka se për emrin babë, për emrin non, s'ka as jetë, s'ka as shtet, s'ka as kurgjë, për shkak se realisht një shpërndarje, një shture familjare, një jetë individualiste, egoiste, nuk i bën derë njeriu të jetën e kësaj bote, e hiç më pak nuk i bën derë pastaj ditën e gjykimit takim me Allahun xhallahu xhelaluhu. Allahu i shëroft të smurit tan, Allahu alesu dhimbet e mundimet, familjarë që kujdesin për ta, Zotu alesoft. Allahu xhallahu ala çdo familje që ka probleme, ka telashe, u azavënsoft Allah me pajtim, me dashni e afërsi me zvete. Allahu xhallahu xhelaluhu
i largohet piklimet e brengat, e në dhashtë jetë lumtur të këndshme e qetë në dunja dhe shpëtim ditën e gjykimit. Allah i mëshiroft të vdekurit tanë e në bashkovës bashku me ta në gjennet. Inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.